Stina e verës është padyshim stina më e dashur e vitit për shkak se jo vetëm qëndrojmë lirshëm, por e përdorim edhe për plazh. Por gjatë këtyre muajve kur rrezatimi diellor është më i madh se stinet e tjera, shqisat tona kanë më shumë nevojë për kujdes. Mjekja okuliste pranë Spitalit Bashkiak Mat, Matina Çobo, thotë se mbajtja e syzeve të diellit gjatë këtyre muajve është një domosdoshmëri për të ruajtur shëndetin e syrit. Në verë ne shohim dy lloj dëmtimesh. Në radh parë, temperaturat e larta dhe rrezatimi diellor që patjetër që ndikojnë në sy, mund të ndikojnë më së shumti tek njerëzit që kanë syrin me ngjyrë, gjithmonë ai është një sy pak më i dobët, po them, dhe që mund të dëmtohet lehtësisht nga rrezatimi diellor. Dëmtimet afatgjata, pra në rastin e ekspozohemi vazhdimisht në diell, pa mbrojtur syrin, mund të jenë deri tek formimi i perdes ose degenerime të ndryshme të retinës, por nëse flasim për dëmtimet afat shkurtra, afat mesme, rrezatimi diellor patjetër që mund të na ndikojë negativisht në tharjen e syrit, në krijimin e pseudonumrave dhe pa diskutim në skuqje të menjëhershme. Ashtu siç mund të skuqet dhe të digjet lëkura prej diellit fort, edhe syri mund të psojë dëmtime të tilla. Çfarë rekomandojmë ne? Pa diskutim është mbajtja e syzeve të diellit. Nuk është vetëm trend apo mod, por është një mënyrë për të mbrojtur syt, sidomos nëse xhamat e syzeve janë dhe me ato filtrat mbrojtës ndaj rrezatimeve ultraviolet A dhe B. Dhe pa diskutim tek njerëzit që mund të kenë tendencën për skuqje të syve, sidomos nëse digjen dhe shpejt në lëkurën e tyre, do rekomandoja edhe përdorimin e lubrifikuesve, të cilët janë posaçërisht pika për syrin që mbrojnë nga rrezatimi diellor. Por në këtë periudhë jo vetëm rrezatimi diellor krijon probleme për syrin. Okulistja këshillon se duhet bërë kujdes edhe me mbajtjen e kondicionerit ndezur gjithë kohën pa ajrosur ambientin. Po ashtu, tjetër shkak për dëmtimin e syve në krijimin e infeksioneve të ndryshme është edhe përdorimi i pishinave. Për këtë të fundit, mjekja këshillon që sa herë të dilet prej tyre, duhet bërë shpërlarja e syve me ujë të pastër. Një, si thua, grup tjetër sëmundshmërie që mund të ndodhi tani në verë është si pasojë e ftohjes së ambientit ku ne qëndrojmë. Në përgjithësi, ambientet në verë freskohen nga kondicioneri, nga ventilatori, dhe syri mund të bëhet më shumë i prekshëm nga tharja e lotit. Kështu që unë do ju rekomandoja që në ambiente të brendshme vazhdimisht të ajrosni hapësirat, sepse kondicioneri pa diskutim që na fton mban një temperaturë konstante të freskët, por than shumë lagështirën e ajrit në të cilën ne ndodhemi dhe përpasoj than dhe sipërfaqen e syrit. Kështu që ajrosja her pas hershme ambienteve ku qëndrojmë rrit lagështirën në ambient dhe nëse vuani nga sindromi i syrit të thatë kronik, përdorimi i një pikatore, po them, loti artificial do të ishte e duhur. Njerëzit po prapë të cilët natën mund të kenë shqetësime, flen me kondicioner ose jetojnë në një ambient që është shumë i ftohtë dhe zgjojnë në mëngjes me sy shumë të irrituar, po prapë dhe kjo vjen nga mos mbyllja e plotë e syve gjatë natës. Ka shumë njerëz që një fragment shumë të vogël midis kapak bengelet e hapur dhe kjo favorizon, sidomos në këtë stin tani, tharjen e mëtejshme të syrit, kështu që do ju rekomandoja fjetjen me ato mbrojtësit gjatë natës që i mban syt mbyllur. Por në përgjithësi, problematikat në verë janë të shpeshta, edhe nga kur frekuentojmë plazhin ose pishinat e ndryshme, infeksionet që mund të ndodhin në ujëra, por në përgjithësi një mbrojtje ndaj rrezatimit në radh parë, ndaj tharjes së ambienteve të brendshme si pasojë e kondicionerit dhe mbrojtja kur ne shkojmë nëpër plazhe, nëpër dete nga uji, shplarja e syve pasi ne dalim nga uji, qoftë i detit apo i pishinës, mund të na mbrojë nga infeksionet që mund të ndodhin në sy. Stina e verës sjell një fluks të shtuar në spitale të pacientëve që kanë pasoja nga rrezatimi diellor apo infeksione të marra nga ambiente publike freskuese.